Ajo nuk është lypse, as refugjate, e mbetur në mes të 4 rrugëve. Nuk është as ndonjë grua jeta e secilës mund të jetë shkatëruar papritur. Ajo është Tarja Halonen, presidentja e Finlandës nga viti 2000 deri në vitin 2012. Gjatë presidencës e saj, Finlanda u shndrua në një nga vendet më të mira të botës në arsim, kujdes shëndetësor dhe infrastrukturë. Kompanitë finlandese si Nokia, Wärtsilä dhe Suunto fituan famë botërore. Pavarësisht se numëron vetëm 5.5 milion banor dhe mbërthehet çdo vit nga një dimër i ashpër, Finlanda, fal vizionit dhe aftësive të saj, brenda një kohe të shkurtër, u bë një vend i admiruar dhe ndër më të begatët në botë. Në këtë foto, Tarja Halonen shfaqet e veshur me rroba të dorës së dytë dhe qëndron e ulur në rrugë për orë të tëra, njësoj si të ishte një person i pastre. Ajo nuk e bën këtë për publicitet, por për të përjetuar dhe ndar nga afër jetën e vështirë të refugjatëve dhe njerëzve të varfër.